Zbardhet dinamika e ngjarjes së rëndë që ndodhi në Balldren të Lezhës, ku mbetën të vdekur 2 persona, burrë e grua. Mësohet se çifti i bashkëshortëve Kreshnik dhe Gentiana Mujeci, pasi kanë konsumuar një drek në një nga lokalet e Lezhës, kanë qenë duke ikur drejt banesës së tyre. Ngjarja ka ndodhur në rrugën Balldren Torovic, pranë banesës së 39 vjeçarit. Në këtë segment, njëri prej 2 automjeteve të përfshira në atentat i ka zënë prit mjetit tip Audi Q7 me të cilën udhëtonte çifti, duke i bllokuar rrugën. Menjëherë më pas, një automjet i dytë pa targa, dyshohet tip Alfa Romeo, është afruar në vend ngjarje. Nga ky mjet kanë zbritur 2 persona, të cilët kanë hapur zjarr me armë automatik Kalashnikov, duke qelluar me breshëri plumbash në drejtim të çiftit. Si pasojë të shtënave, Kreshnik dhe Gentiana Mujeci kanë humbur jetën në vend ngjarje. Automjeti i tyre është gjetur i shkuar nga plumbat në mënyrë të shumtë. Mësohet se për realizimin e atentatit janë përdorur 2 automjete, njëri për bllokimin e rrugës dhe tjetri për ekzekutimin. E gjithë ngjarja dyshohet se ka qenë e mirë organizuar dhe e planifikuar, pasi autorët kanë ndjekur gjatë gjithë ditës lëvizjet e viktimës dhe kanë pritur momentin kur ai është nisur drejt banesës. Në vend ngjarje janë konstatuar dhe sekuestruar kamera sigurie të banesave private dhe bizneseve përreth, të cilat kanë filmuar të gjithë dinamikën e atentatit nga zënia e pritës dhe deri tek momenti i ekzekutimit. Trupat e pajetë të çiftit kanë qëndruar për rreth 15 minuta brenda automjetit deri në mbërritjen e forcave zjarrfikse, të cilat kanë ndërhyrë për nxjerrjen e tyre nga mjeti. Sipas të dhënave, viktimat ishin prindër të 4 fëmijëve dhe banonin në fshatin Koljakaj të Balldrenit. Policia ka ngritur një grup të posaçëm hetimor, i cili po merret me sekuestrimin dhe analizimin e pamjeve filmike, të konsideruara si prova kryesore për zbardhjen e plotë të ngjarjes dhe identifikimin e autorëve. Automjeti i viktimave është gjetur i bërë shosh nga plumbat ku janë gjetur mbi 30 gëzhoja, ndërsa hetimet vijojnë në disa pista. 14:50 minuta, në sallën operative të drejtorisë vendore të policisë Lezhë, ka mbritur një informacion për të shtëna me armë në zonën e fshatit Balldren. Menjëherë shërbimet e policisë kanë mbritur në vend ngjarje, po kështu janë njoftuar dhe shërbimet e emergjencës dhe ato kanë ardhur menjëherë dhe është konstatuar që gjatë lëvizjes të një mjeti ai është qelluar me armë, me breshëri armësh dhe dyshohet dhe mjekët kanë konfirmuar për humbjen e jetës të 2 personave, të një shtetasi burr dhe një shtetase gruaja. Lajmi është shumë i rëndë. Në drejtimin e prokurorit është ngritur grupi hetimor. Janë marrë të gjitha masat, po kryen të gjitha veprimet operative policore në terren, edhe në bashkëpunim me qarqet e tjera. Po punojmë intensivisht. Po fiksojmë çdo provë në vend ngjarje me qëllim hetimin e plotë, zbardhjen e gjithë dinamikës dhe zbulimin e autorëve dhe dhënien para përgjegjësisë të tyre. Çfarë dyshohet paraprakisht? Do kemi një deklaratë nëpërmjet zëdhënëses të mediave, domethënë për të marrë një material zyrtar dhe të plotë. Edhe diçka a konfirmohet ka pasur vetëm një çiftës apo dyshohet se mund të kenë më shumë? Jemi duke kryer veprime. Kështu që unë ju falenderoj që e morë të pronësim dhe do desha domethënë që ne të vazhdojmë me detyrat dhe funksionet e hetimit edhe drejt zbardhjes të kësaj ngjarje të rëndë. Faleminderit.